Një gjë ju garantoj, sikurse herën e parë që kam thënë se do t'i arrestojmë gjithë, edhe tani ju garantoj të gjithë të involvuarit në këtë rast do të jenë të arrestuar shumë shpejt. Po flasim për njërin prej grupeve të krijimit të plantacioneve të kanabisit në Kosovë, a është njëri prej grupeve më të mëdha që është arrestuar deri më tash? Për shkak se po flasim për njerëz të Kosovës edhe të Shqipërisë. Po unë më fol për veti, për rastet të cilave unë i kam hetuar, është rasti ndër më të mëdha të cilat e kam hetuar lidhur me vepra penale për kultivim të narkotikëve. Së fundi u arrestuan edhe 3 persona në Pej, për ata dhe çka kena ardhur na këtu. A mundesh më na tregu çka keni dyshime për këta persona? Po 3 personat e fundit të cilët janë arrestuar janë shtetas të Republikës së Kosovës dhe ne pas ndërmarrjes së qindra veprimeve hetimore kemi arritur që të identifikojmë edhe 3 persona të Republikës së Kosovës të cilët kanë qenë të involvuar në këtë rast dhe po atë edhe atë natë që ne kemi arritur që t'i arrestojmë të njëjtit, kemi parashtruar një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, e cila është aprovuar nga ana e gjykatës të Melorë në Pej. A kanë folë diçka, kanë thonë, a kanë pranuar diçka ditë kur është marrë kërkesa? Disa nga të panelët janë mbrojtur në heshtje, ndërsa të tjerët janë deklaruar. Mirë po, sigurisht në këtë fazë nuk e kam planuar veprën penale, por e mira është që ne para arrestimit të këtyre të panelëve kemi arritur që të sigurojmë prova të mjaftueshme, të cilat e vërtetojnë nivelin e dyshimit të bazuar si standard për caktimin e paraburgimit. Në atë kohë atje është arrestuar vetëm një person, të tjerët patën ik. Çu keni mbërri me i siguruar të tjerët? Ju kujtohet atëherë si prokurori i çështjes kam pas premtuar një farë edhe publikisht që ne do t'i arrestojmë dhe nuk do të ndalim deri në arrestimin e të panelëve të fundit. Dhe fatmirësisht fal punës së mirë ekipore mes prokurorisë dhe hetuesve të drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në Pej, ne kemi arritur që t'i arrestojmë 11 persona. Shumica prej tyre janë nga Republika e Shqipërisë dhe janë arrestuar disa edhe atje në Shqipëri, ku dua ta falenderoj nga ky emision edhe Republikën e Shqipërisë për bashkëpunimin që ka treguar në këtë rast. Dhe thuajse të gjithë janë ekstraduar në Republikën e Kosovës. Tani jemi në pritje të ekstradimit edhe 2 të panderëve tjerë. Ne nuk kemi ndalë për asnjë moment, kemi ndërmarrë veprime të vazhdueshme hetimore derisa i kemi identifikuar edhe 3 të panderit tani që janë arrestuar dhe për momentin numri të panderëve të arrestuar është 11. Ju kujtohet edhe ditën e intervenimit, ne kemi arritur që të arrestojmë 1 person në vendin e ngjarjes, ndërsa fatkeqësisht të panderët tjerë janë arratisur nga vendi i ngjarjes. Mirë po fatmirësisht është që provat kanë mbetur në vendin e ngjarjes dhe ne fal këtyre prova kemi arritur që të identifikojmë edhe të panderët tjerë. Shumica atyre kanë qenë nga Republika e Kosovës dhe roli të cilin mund ta ndajmë me publikun në këtë fazë se bashkëpunëtorët nga Republika e Kosovës kanë ndihmuar në krijimin e kushteve për atë plantacion. Për shembull, siç e përmendet ju, janë përkujdesur që të i marrin nga Republika e Kosovës, të i dërgojnë tek plantacioni, të i furnizojnë me ushqim dhe ndihmë tjera kryesisht e lidhur me kultivimin e atyre narkotikëve. Për këta të arrestuarit e fundit, çka keni thonë në kërkesën për caktimin e paraburgimit aty, çka keni prova për ta? Na tregu pak. E dini se kërkesa për caktimin e paraburgimit të parashikojnë disa kushte që janë barapartë në kodin e procedurës penale dhe ne në detaje kemi elaboruar prova të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar si standard për caktimin e paraburgimit. Po ashtu në rastin konkret ne kemi konsideruar se ekziston rreziku për arratisin e të panderëve dhe këtë kemi mbështet për faktin e dënueshmërisë së kësaj vepre penale ku është deri në 15 vite burgim. Gjithashtu shumica e këtyre 3 të panderëve të fundit kanë lëvizje jashtë Republikës së Kosovës, siç mund të jenë Greqia, Republika e Maqedonisë apo edhe në Serbi. Dhe ne e dimë nëse të panderët arrin që të futen në Republikën e Serbisë, atëherë fatkeqësisht ne do ta kishim thuajse të pamundur bashkëpunimin me Republikën e Serbisë në këtë fazë. Po ashtu në rastin konkret ne kemi konsideruar se ekziston edhe rreziku për ndikimin e dëshmitarë, sepse kemi përmendur edhe tek të panderët e tjerë që jemi në fazë shumë të mirë të identifikimit edhe të dëshmitarëve të tjerë dhe me lenin e tij në liri, atëherë ata do të kishin mundësi që të ndikojnë edhe në këta dëshmitarë. Gjithashtu kemi konsideruar se ekziston edhe rreziku për përsëritje të veprave penale për shkak se disa nga ata janë edhe recidivistë të veprave të ndryshme penale. Madje njëri nga ata është edhe 7 herë i dënuar nga ana e gjykatës me ekzekutimin e formës së prerë. Po e llogaritur rastet sa të kanë të hapura në polici. Recidivistë janë për vepra të narkotikëve apo edhe për vepra tjera? Jo, recidivistë edhe për vepra tjera penale. Mirë po janë 7 ekzekutime të formës së prerë. Grupi prej Kosovës është arrestuar një vit me vonesë. A ka qenë më e zërshme me i hetu këta për shkak se nuk kanë pas lidhje atje, apo keni pas edhe prova, apo keni dashur me identifiku më mirë?
Është e vërtetë se ka qenë më zërshme për shkak se prezenca atyre ka qenë thuajse shumë e vogël se prezenca të pandehur nga Republika e Shqipërisë në vendin ku është bërë kultivimi i narkotikëve. Mirë po ne, e thash, nuk kemi ndalë asnjëherë dhe kemi marrë veprime të vazhdueshme timore, derisa kemi arritur që të sigurojmë provat në nivel të dyshimit të bazuar edhe për këta 3 të pandehur. Dhe në momentin kur e kemi arritur kërë standardet e provuarit, atëherë ne e patë rastin e fundit që kemi arrestuar edhe këta 3 të pandehur. A keni siguru dëshmi të mjaftueshme që këta persona kanë funksionuar si grup edhe kanë bashkëpunuar sa i përket plantacionit në Sfërk? Po, që që thash më herët, ne kemi siguruar prova në nivel të dyshimit të bazuar në këtë fazë dhe ato janë të mjaftueshme për caktimin e masave për sigurinë e prezencës të pandehur në procedurë penale, fatmirësisht janë aprovuar edhe nga ana e gjykatës dhe këto dëshmi kanë mjaftuar që të vërtetohet ky dyshim, kështu që kemi prova të mjaftueshme që për rolin e secilit të pandehur veç e veç në këtë rast penal. A ka qenë e zërshme me bashkëpunu me Shqipërinë për me ju dëshmu aty nëse këta persona kanë qenë në Kosovë të marrë me një aktivitet kriminal? Jo, e thashtë edhe ma herët që më duhet të falenderoj Republikën e Shqipërisë për bashkëpunimin të cilën e kanë treguar në këtë rast, dhe jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste tjera, mirë po në këtë rast janë përgjigjur kërkesave tona në kohë rekorde. Ndoshta ka pas rast kur brenda ditës e kem parashtruar një kërkesë për arrestim të ndonjërit prej të pandehurve në Republikën e Shqipërisë, sigurisht pasi e kemi siguruar një urdhër arrest dhe gjatë ditës, eventualisht ditën e nesërme, ne vetëm i njoftuar se ata të pandehur janë arrestuar. Dhe shumë shpejt edhe pas procedurave që i parashin ligjet e pozitive të Republikës së Shqipërisë edhe janë ekstraduar në Kosovë. Ne nuk kemi bashkëpunuar vetëm me Republikën e Shqipërisë, kemi bashkëpunuar edhe me shtete tjera për këtë rast, sidomos shtetet e rajonit. Dhe gjitha këto kanë mjaftuar që të sigurohen prova të mjaftueshme edhe për këta 3 të pandehur që janë në Kosovë. Kem raste ndoshta kur duhet me punu edhe për edhe 2 vite, varet ndoshta edhe sa prova i ki, sa është rasti ma sa të pandehur i ki, sa të pandehur ki mbri për mi arrestu. Mirë po raste zgjasin, sidomos kur kemi të bëjmë me çështje për ndihmë juridike ndërkombëtare, si dhe me raste me ekspertiza, sidomos ekspertiza të ADN-s. E dim që vanohen për shkak të ngarkesës që kanë, te këto ndoshta kanë qenë disa nga arsyet për të cilat është dorë që të kalojë një kohë tashmë një vete 2 muaj aty diku. Disa nga të pandehurit që janë aratis ditën kur ne kemi intervenuar në plantacion, kanë arritur që të largohen nga vendi i ngjarjes dhe ditën e nesërme eventualisht pas nesër janë futur në Republikën e Shqipërisë përmes rrugëve ilegale. Mirë po ne në momentin që i kemi identifikuar, i kemi publikuar fotografi të cilët janë këta persona të dyshuar dhe shumica prej tyre janë arrestuar menjëherë në Republikën e Shqipërisë. Ka pas të tillë ndoshta që kanë tentuar që të arratisen, mirë po fal reagimit të shpejt nga zyrtarët e Republikës së Shqipërisë, ata janë arrestuar dhe sot janë ekstraduar në Republikën e Kosovës. Tani kur po flasim, ne jemi në pritje të ekstradimit edhe 2 të pandehurve tjerë të cilët janë të arrestuar në Republikën e Shqipërisë. Në kërkuar dhona kanë kaluar kriminalin në Shqipëri këta persona, ndoshta edhe sa janë marrë dhe me narkotikë edhe atje. Disa nga ta kanë të dhëna të kaluar, sidomos me vepra penale kundër narkotikëve. E dini që i pandehuri i parë që është arrestuar në vendin e ngjarjes, ai përpos që ka dhëna nga e kaluara kriminale edhe në Shqipëri, ka qenë i akuzuar edhe në Republikën e Kosovës për vepra të tilla penale. Domethënë këta persona janë, më u thon, ashta mjeshtër të krijimit të kanabisit. Mbas mënyrës se si ka funksionuar grupi dhe plantacioni që e keni pa aty, neve na bëjnë të dyshojmë fuqishëm se kemi të bëjmë me një grup të organizuar dhe një farfund që thatë ju mjeshtër të kultivimit të narkotikëve, sepse e keni pa ndoshta jo secili i pandehur i kanë kryer detyrat e njëjta. Dikush e ka pas për detyrë ujitjen, dikush e ka pas për detyrë qethin e narkotikëve, dikush transportimin e narkotikëve nga plantacioni tek pjesa keni pa ku kanë qenë duke udhëtar dhe kështu ka funksionuar. Në ditën kritike janë sekuestruar 1035 kg marijuan, ndërsa janë shkatruar edhe 2850 bimë, e keni pas lartësia atyre ka qenë tejet e madhe. Dhe kështu e tejkalon 2 tonshën dhe vlera atyre nëse e kthejmë në të holla ka vlerë milionshë shumë të madhe. Unë mendoj që ne kemi përqu një mesazh tashmë të qartë se ne nuk të ndalemi për asnjë moment dhe askush nuk është për mbi ligjin. Deri në arrestimin e të pandehurve të fundit, edhe në këtë rast, mirë po jo vetëm në këtë rast edhe në raste tjera që ne jemi duke jetuar. Prokurora jeni të i hetu këta persona dhe për anën financiare se që janë pasuru këta dhe çfarë pasurish kanë? Po, jo vetëm këtë rast, mirë po në secilin rast ne ndërmarrim edhe veprime për hetimin e pasurisë dhe çdo herë e hetojmë edhe çështjen e pasurisë si dhe mënyrën e përfitimit të pasurisë. Në këtë rast e dini se janë sekuestruar disa të holla, po ashtu janë sekuestruar edhe 2 vetura.
Mirë po tani nuk mund të ndaj informata më tepër për këtë çështje, po ajo çka ju garantoj është se do të hetohet deri në centin e fundit për mënyrën e përfitimit të atyre pasurive nga të panderit e involvuar në këtë rast. Duhet ta përmend e dini rastin që ka ndodhur po ashtu vitin e kaluar e njohur si Mirusha, aty kemi arritur që të ndërmarrim veprime hetimore financiare, ku përpos që janë sekuestruar një parcel me rreth 70 ari, po ashtu janë sekuestruar 3 shtëpi dhe 23 ari në Klin. Gjithashtu janë sekuestruar edhe 4 vetura, si dhe 17.000 euro cash. 2 prej veturave, njëra është Porsche dhe tjetra është Audi, vlera e cila është tejet e madhe. Arsye pse po them është këtë sepse ne nuk do të ndalemi deri në hetimin e secilit rast edhe për pasurinë. A keni më pas mundësi me i hetu edhe këta në Shqipëri për pasurinë që e kanë atje? Po, ne kemi bashkëpunim me Republikën e Shqipërisë dhe ne do t'i ndërmarrim veprimet edhe për pasurinë e të pandehurit që gjenden në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht që ne do ta hetojmë edhe pasurinë që gjendet në Republikën e Shqipërisë, mirë po edhe vendeve përreth. Ju e dini që Republika e Kosovës e ka tashmë një ligj për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Dhe ne në versionin e fundit do ta aplikojmë edhe këtë ligj për pasurinë të cilën të pandehurit nuk mund ta arsyetojnë për mënyrën e përfitimit të asaj pasurie. A ka edhe të dyshuar tjerë që pritni me arrestua, apo vetë pritni me ngrit akuzën? Unë thash se lufta kundër kriminalitetit me theks veçantë edhe në këtë rast nuk do të jetë vetëm këtu, nuk do të ndalemi asnjëherë. Për momentin nuk mund të jap informacion nëse ka edhe të pandehurit të tjerë. Mirë po një gjë ju garantoj, sikurse herën e parë që kam thënë se do t'i arrestojmë gjithë, edhe tani ju garantoj të gjithë të involvuarit në këtë rast do të jenë të arrestuar shumë shpejt.